Prej kohësh ka nisur të kthehet në një vend grumbullim për hedhjen e inerteve kjo hapësirë pranë bypassit të Shkodrës, vetëm 500 metra larg prokurorisë në brigjet e liçenit të Shkodrës. Sipërfaqja e ambuluar me ndotje, veçanërisht me inerte, është e konsiderueshme dhe vazhdon të zgjerohet çdo ditë. Pamjet e filmuara para ditën e së hënës më 19 maj tregojnë qartë këtë situatë. Siç është evidentuar edhe më herët, kjo është pjesa e hapësirës ekologjike të liçenit të Shkodrës dhe me rritjen e nivelit të ujit jo më shumë se 50 cm, të gjitha këto mbetje do të përfundojnë në lumin Buna, duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm mjedisor. Kjo situatë është një tjetër tregues se mbrojtja mjedisore në Shkodër vazhdon të jetë e pandjeshme ndaj vatrave të tilla ndotje, të cilat prej rreth 3 dekadash kanë rrethuar qytetin dhe po avancojnë gjithnjë më shumë drejt brigjeve të liçenit të Shkodrës. Në një zonë ekologjike si kjo e liçenit, e mbrojtur edhe nga legjislacioni ndërkombëtar për mjedisin, vatra të tilla jo vetëm janë të patolerueshme, por përbëjnë edhe një krim mjedisor. Është koha që pushteti vendor të ngrej fuqishëm zërin dhe të kërkojë ndërhyrjen e organeve kompetente shtetërore, në mënyrë që vatra të tilla jo vetëm të mos lejohen, por mbrojtja mjedisore të mbajë përgjegjësi për neglizhencën e treguar në raste të tilla.